më i vogël i Vreshta, kemi dikur 86 hektarë. Edhe qershia, ndërsa sipërfaqja është 250 hektarë. Ndërsa komplet sipërfaqe tjera që janë më interesante se janë kodër dhe shihen më gjatë, po janë 3 kilometra për ujë, përsi kemi dikur 400 hektarë Vreshta. Ju pronëm këtu mi pa që vendin që e keni pi janë po preqit pi rrushi, edhe kërë aty në plantacione tjera, nuk ka arë për kërkahit. Qërshia që tu banë një pa dhe nuk doja hufër me hamë shkojnë të amin që si t'pishen. Kur t'je? Na kontaktet tona që i kemi atje, dikuj vin qërshia, dikuj vin vena, jepjani partnerave tjonë se qërshia të prate pas një muje. A që shtu? Jo mas një muje. Jo mas një muje? Jo, mas një jave. Edhe njerë mirë se me pak fjallë, kjo është ndërmarrja e Kosova Holding, Suari ka bëri verët në prodhimin e verës, në prodhësi ka 400 hektar Vreshta, të gjithë verën që prodhojmë nga rrushi jonë, i cili prodhohet me metoda biodinamike, që i vjen që rrushi është kualitetit shumë qartë, dhe edhe vera bëhet e kualitetit qartë. Teknika dhe teknologjia është italiane, çdo gjë prodhohet nga rrushi deri te mbyllja e tapës mbrana kësaj fabrike, nga Vreshta tona. Dallimi i prodhimeve tona për tjerë është që na prodhojmë verë në varietet të pasta. Çka do të thonë ajo? Çdo lloj rrushi e prodhojmë një lloj vere. Pastaj bëjmë blendet, sukurshia ose pisari, përzihet, po i përzim mbas se të bëhen verë me përqindje të saktë, sipas metodave më të mira italiane dhe franceze. Kemi dikon rreth 24 lloje, 25 lloje të verave, për arsye se kemi 6 lloje të rushit. Pse kemi ka shumë lloje të rushit, se rushi i para 70 vjetë, kjo ndërmarrë për 1953, na kemi privatizuar në 2008. Çdo rush që është miell çdo vresh është miell ka bërë rush miell dhe nuk e kemi hjek, po e kemi ruajtur. Kemi edhe vreshta të reja, rezistente, biologjike, kështu që kemi një gamë të madhe të verave. Kur bëhet pranimi dhe janë indikatorë që nisë anima, pastaj këtë me metodë kontrollume, me temperaturë kontrollume, bëhet rafinimi, rujtja, filtrimi, mbushja dhe deponia. Kjo është versioni i shkurt. Nëse dojmë magat, po i më folë edhe një jo. Kur të vinë partner të ju, sot të ju, nëse s'doni mu të shtu asnjëherë për ushqim edhe për vera e kemi këto. Unë për ju të regoj veç një shampë një eksperiencë time, do finlandez me qëtëmi edhe në nëzirë këtu për i tope, që atjetë do këtë e ke pasirë. Edhe e qove verë në bordë. Tha, a për i thu që ti pranorit se s'dike e angleshta. Në qko kënë të më mshilë dirën për i mrena, dhe mos të më lërë me dole jashtë të një vjetë që qaj që e mirë e shishme që ke vera. Se më nësh me shtu pak, Azizi si gjesht ka luftu shumë për shka, nuk një, a që për cilë në televizor, po shaton dhe shumë, a ki po, e që kjo është? Kjo ka luftu, jo për veti, po për... A kjo do? është një prej pionerëve që shtavon që mujna me nësë për para. Po nga s'kena mujtë dhe botë modhe, a mujnë mos të shambu që njëri du të me luftu për... Se ti shumë modest, jo me luftu, jo për vend. Raport për shumë produkt fantastik edhe nivellit evropian, që kjo është shumë më rëndësi, dhe më nuk kemi nevoj me thonë jo vena Italisë ose Kroacisë, Austrisë. Unë është shkajt pilat
Thank you.